miq, mirë se erdhët në Sport Focus. Takojmë si çdo pasditë së bashku për të folur pikërisht për sportin. Teksa kemi hyrë në javën e 23 të kampionatit shqiptar, interesi sa vjen dhe rritet për të kuptuar pikërisht luftën që bëhet në krye dhe luftën për mbijetesën. Kam kënaqësinë për diskutuar për kampionatin shqiptar, por edhe më gjerë trajnerin Ditmir Baca. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Kënaqësi që të kam në studio. Gjithashtu dhe imja. Një koment fillimisht përgjithshëm sa i përket kampionatit shqiptar këtë sezon, si të është dukur? Po, jo më pritshmërinë e duhur, sepse ajo që është mbretëresh kampionatit shqiptar Tirana, deri në momentin e fundjetorit ka qenë vetëm në fundit, megjithatë bëhet qefi që është riorganizuar edhe një herë në 2026 në është rikthyer me energji të reja dhe shikoj që për këtë vit të ri është ekipi më në formë. Por duke ndalur pak më vonë ndoshta tek Tirana, Vllaznia është një ekip që të ka surprizuar? Po, Vllaznia që në fillim sezonit është futur për kampion. Pra, që kur erdhi Martini, e dija që kishte një lloj energjie tjetër, e dija që kishte një lloj impakti tjetër Edi tek Vllaznia, sepse është vetë shkodran, është pa vetë kampion si futbollist dhe kërkonte që mbas aventurës si të udhë si kampion, ta rikthente në qytetin e tij. Mendoj që është në rrugën e dur, ka bërë zakonisht shumë mirë, por është ende herët për të folur sepse ekipit e vërtetë mendoj që do të duken nga fundi i shkurtit. Por megjithatë e kemi cekur që shkodranët posojnë një herë ngjitje, një herë zbritje, nuk e di se si i ke parë në tërësi, pavarësisht ambicien e kanë patjetër për titullin. Jo, Vllaznia ka në dënë që gjithmonë pas rezultateve pozitive të rikthehet të negative. Pra, e ka në dënë, kur them e ka në dënë, nuk ka vazhdimsi, sepse si duket edhe ambienti që e rrethon, ka një shprehje në Shkodër, mos ty vetën në qef, edhe kur Vllaznia arrin 2-3 rezultate pozitive, ai është armiku i saj më i madh. Këtë sezon kanë treguar diçka ndryshe, sepse kanë 5 takime të fundit, 5 fitore. Pra kur them për Martinin, e shikoj që është gjithmonë me këmbë tokë, e ka marrë ekipin nën kontroll dhe ka larguar larg euforisë që sjell qyteti tek futbollistët. Që po thua shpeshherë i ka dëmtuar. Po i ka dëmtuar sepse në Shkodër, në momentin që un kam qenë vetë futbollist i Vllaznisë, momentin që arrin kthehesh tek fitoria, shkon shumë lart. Kur them shkon shumë lart, njerëzit janë shumë të ndjeshëm në Shkodër, kur bëhet fjalë për Vllazninë dhe kjo është shumë e vështirë për të menaxhuar. Çka bën që Martini, unë them me plot bindje që ka menaxhuar shumë mirë situatën dhe duhet përgëzuar. Uroj shumë që shkojë deri në fund. Deri në fund, po. Deri në fund. Kjo është edhe shumë